Tani, zoti Noka, të ndalemi pak të ngjarjet e fundit, ku protagonist ka qenë SPAK. Kryesisht me goditje ndaj qeverisë. Dua të më saksosh çfarë është qëndrimi i Partisë Demokratike për SPAK-un. Duket sikur ju e doni shumë SPAK-un, kur godet qeverinë dhe pastaj e masakroni kur goditet Berisha apo njerëz të tjerë të PD-s. Do me thënë duket sikur kemi dy SPAK. Si mendon tani ti? Ajo shiko. Mendimin, sekretar numri 2 i Partisë Demokratike thot mendimin. Në këndvështrimin tuaj është ajo që the ti. Nuk i prish punë në këndvështrimin im njeriu. Këndvështrimin ton... Këndvështrimi ten tani, këndvështrimin ten. Ju thatë duket. Këndvështrimi ten. Po, këndvështrimi i zotit Flamur. Në këndvështrimin ton, si opozit, SPAK-u, që në krijimin e vet, teorikisht, duhet kishte aleatin kryesor opozitën. Pse? Sepse SPAK-u, që kur u krijua, u tha që duhet kishte normalisht 3 shtylla ku do bazohej. 1. Luftën kundër krimit organizuar. 2. Luftën kundër korrupsionit dhe 3. Luftën kundër krimit zgjedhor. Tani i dashur ylli, nëse nuk është larguar, se do t'i bëj një pyetje për kandidatin që mendohet që është që ka qeveria. Apo nuk Adrianës, në qoftë se është e kthemi një sekond. Jo, ti jo. As kërkujt. Se kam një emër tjetër. Të lutem, lejës më duhen emrat të vazhdojmë me këta. Po? Qitë qështi. Dhe tani këto 3 shtyllat që duhet kishte SPAK. Unë bëj një pyetje, ju ylli. A vini re se në njëra nga këta qëndron në këmbë? Që kur është krijuar ky skapi, në njëra nga këto 3 shtylla qëndron në këmbë? Cila shtyllë? 3 shtylla ka skapi ku duhet mbahej. Po që të quaj SPAK. Po? Luftë pa kompromis kundër krimit organizuar. Që nuk e ka bërë. Luftë 0. Atë luftë kundër krimit që bëhet e ka bërë partnerët me Skaj e Kroçatin se për këta asnjë s'kan arrestuar. 1. 2. Luftë kundër korrupsionit në mënyrë selektive, masakro dosje nda fajla dhe bëj selektivitet sipas dëshirave të kreut të narkosit. 3. Luftë kundër krimit zgjedhor. E vetme dosje të kopsitura si drita e diellit të krimit zgjedhor, 339 dhe 184 i masakroj. Pra dhe amnistoj krimin zgjedhor, prandaj sot narkos bën blerje, votash, bën fars, zhvillon fars, dhe nuk e themi ne, thot Osebe Odiri, raporti që i ka vrarë këto zgjedhje, i ka pushkatuar këto zgjedhje, raporti Osebe Odirit, pra gjitha këto. Tani, ore SPAK-u është i mirë, është i liko Flamur. Jam duke ta thënë. 3 shtyllat nuk i ka plotësuar. Dëgjotë dhe jam duke ta thënë. Pra, thash duhet ishte. Po tani doktori SPAK-u, prit, që duhet ore doktori tani po flet vazhdimisht, që bravo, jo bravo, se thot fjalën bravo, po SPAK-u po bën mirë vetëm për këta. Ata mbaroj. Tani, SPAK-u çfarë bëri? Në instrumentalizimin e Soros dhe të Ramës, filloi luftë kundër opozitës. Luftë pa epur kundër opozitës për ta shkatruar, likuiduar, ndërkohë që, më fal, për shembull, prit, ndërkohë që Rama kishte anën tjetër politikisht për ta likuiduar, shkatruar Partinë Demokratike, nuk ja arriti, vazhdoi skapi, skapi. Çfarë po bën SPAK-u? Burgos pa provë, pa fakt. Ilir Metën, kundërshtim me ligj. Sali Berishën kreun e opozitës. Po. Që dish ti ylli, ta kam thënë herë tjetër, po e kujtoj edhe ju edhe shqiptarëve, që autokracitë në të gjithë botën, për të zgjatur sundimin e tyre dhe për të instaluar, ndjekin 2 rrugë. Ose nxjerrin jashtë ligji opozitën, ose arrestojnë liderin e opozitës. Të parën tentuan, dështuan politikisht. Dhe pastaj me të dytën, nëpërmjet skapit, ata arritën ta burgosin pa prova, pa fakte. Do të mund burgosit kreu i opozitës për një vendim qeverie, të cilin vetëm gjykata kushtetuese ka drejtë ta gjykojë dhe asnjë skap në botë. Po ja ç'a ndodhi pse? Sepse ishte vegël politike kundër opozitës. Tani, po ja u përsëris. Edhe krimin organizuar janë ndarë, janë eliminuar dosjet pafund me Skaj e Kroçatit. Ne kemi informacione, po ja u them unë një gjë. Ish ambasadorja e Francës kur ka pa dosjet e Skaj e Kroçatit, për t'ja u prasim e të rrët, ajo s'ka dalë 6 muaj nga shtëpia vetë, dhe sa iku. Ka shtete që i ka ndaluar ato? Pritë të mbërë, dhe 6 muaj e terrorizuar se nuk takon dhe do të asë i qeveri shqiptar. Mos haro këtë që pëtëmë, ish ambasadorja e nderuar e Francës,
kur është informuar për përbërjen e dosjet e Sky në Kroçat, 6 muaj s'ka dalë për të takuar asnjë zyrtar sepse nuk të gjithë duheshin Sky në Kroçat. Po i bie nga Kina dhe nuk po bëj fare. Pritet, po ta them. Po i bie nga Kina. Kjo është tani po them unë. Dhe çfarë është? Ky është do për drejtsinë e reti. Drejtësia e re, drejtësia e re. Se vetëm s'ka. Pakun problema drejtësia ekziston. E re, nuk është bërë reformë fare. Nuk ekziston. Dhe merresh të mblidheni ju të gjithë, edhe ju, dhe opozita, edhe ata, dhe të thoni që na falni, se 99.7% nuk është spaku 0.03%. Nuk më intereson fare mua a kalon ky Fatmir Mediu aty, a kalon Sali Berisha, a kalon Ilir Meta, të thua. Ilir Meta dhe ky Jo Veliu, Belinda Balluku, tjetri, a u paraqiten këta në spak, a u paraqit ish ministri Shëndetësisë, a u paraqit tjetri, 10 veta, 15 veta. 99.7% janë të drejtësia tjetër dhe heq picirin, heq zite u lirit për një dosje premur, që nuk e ngrini fare zërin, për një dosje që vazhdon 20 vjet procesi, dhe vdes njeriu dhe nuk merr jo drejtësi, po s'merr as lesh. Kaq. Të falenderoj shumë. Pas kaq kohësh, unë këtu para një viti e gjysmë ta kam thënë këtë që sapo ma theti më. Ke që lë. Prit, po. Po ti e ke votuar atë tani? Jo. Atë reformë. Mos u ngut. Mirë, voti ka dhënë kësaj reforme ti, shiko. Ore mos tallni me nderën me ne. Mos u ngut. A e ke dhënë votën ti? Ylli mos. A ka dhënë votën opozita e gjithë? Ylli mos u ngut, të falenderoj shumë. Dhe ja u mori Edi Rama si thua ti tani, komplet. Të falenderoj shumë. Po pra më thuaj. Të falenderoj. Po pra më thuaj. Tani e kam thënë para vitit e gjysmës. Edhe e ka votuar. Ty ka votuar këti. E kam thënë këti. Po ku ti plasi qa ke thënë te unë ti më burr? Ti ke votuar, ti këtë drejtësi e ke votuar ti. E ke votuar ti, zotri. Jo, unë jo. Jo njëra vot. 139 të tjera dhe ti plus 140. 140. Jo, mos. Po e ke votuar, o burr? Mos u ngut. I ke luajtur fen. Ylli, edhe kjo që sa po the, është shërbim për Ramën. A ti pse, Ylli? Po. Me këtë krah flini se do merrni. Me këtë krah fli. Nuk më intimidon mua as Rama. Thuaj çfarë duash, Rama, Fatosnano, që i vajte çojë buqet. Dhe i dije thoshe futet në varr dhe dije i çove buqeta me lule. Ta them unë ty, po, ta them edhe. Partia e futen në burg. Do ta them edhe. Po iko tani. Po do ta them unë. Po iko pralla me mbretër. Thuaj më çfarë do thuash? Po ta them unë. Pralla me mbretër. A votove ti reformën drejtësi? Dëgjoj ta them unë. Ja ta them unë, merre me qetësi. Mirë. Po s'të marr me qetësi tani, ti po ngjihen mua këtu dhe të marr me qetësi. Tash ti po ngjihen valla. Unë po them ai votove ti reformën drejtësi, ta kam thënë ty para një viti gjysmë. Ja ta them. Po çën si ka po ma ke thënë mua mo zotri. Vetëm qet, Ylli ta them unë. Po ç'ma ke thënë mua? Ja po qetësohem fare. Do të mos flas fare. Jo. Të lë një orë të flasë ti iki. Vetëm do të durit pastaj. Ja, lutem. Ylli. Urdhro. Ylli. Reforma në drejtësi. Mirë. Reforma në drejtësi është votuar në mënyrë konsensuale nga gjithë forcat politike. Prit. Turp. Prit, jo. Dhe të thotë, jo më jo tani të thotë, bëm këtë turp, të rikemi mbrapsht. Bënë reformë tjetër. Ata mbaroj. Po pra, mbaroj. 6 ligjet mrapa, i bëri Rama. I bëri tek pull Rama me opozitë, me mazhorancën, sepse ne nuk na përfshiu. Prit. Dhe këtë ka qenë një nga debatet e egra. Prit. Ato shkatruan drejtsinë dhe kthyn reformën në Ramaform. Me i do ta dish ti. Dhe ato na sollën produkt Irena Gjokën. Simboli dhe fytyra e drejtësisë sot është Irena Gjoka, Shpata, Maneku, tërkuti. Po, shqiptarët të Irena Gjoka po e dënuar në Greqi, e dënuar me ekspuls në Greqi, klasifikime dokumentash dhe vjen sot... Po 3/4 dhe shqiptarëve janë të dënuar në Greqi. Mazhi i drejtësisë. Ore pyet Sali Berishën se i ri. Operacioni fshesa, i merrnin grekët, i rëmbenin shqiptarët, i flaknin këtu. Grekët janë sjellë me shqiptarët me racizëm, kulmin e racizmit. Gjithë janë të dënuar, mo. Unë se një fare këtë gjyqtare, mo. Kjo mund të jetë gjyqtarja me pisë në botë. Por nuk... Avokatin e skeqjes mos e bëj, Ylli. Po lere tani Greqia. A, vje shumë keq. Greqia ka bërë shqiptarëve, nuk ka punuar fondin, nuk e Kjo është, po. Mirë. Po. Do të thuash ti partnerët e mbështesin skapin. Po ta themu pse e mbështesin. Sepse është deri më sot i vetmi institucion akoma që besohet dhe i diku për betejë kundër narkosit, sepse këtu narkos është bërë gjithë shteti. Dhe vetëm atje akoma nuk ka hyrë narkosit të Altin Flamur thuaj. Te Altin Dumani ka hyrë. U lodha Flamur thuaj. U lodha Flamur thuaj çfarë duhet. Altin Dumani prandaj shkoi të takoj të takonte atë narkotrafikantin në Manës. Di apo jo? U lodha thuaj çfarë duhet. Thuaj çfarë. Dhe prandaj Altin Dumani më tha mua në parlament që unë nuk e njoh gjabaftët për bande për krim të organizuar. Po të pyes Dejan Altin Dumani, të pyes Dejan këtu, çfarë janë gjabaftët?
me që ai nuk pas ka informacione. A pra kjo pra është historia e skapit dhe drejtësisë re. Pastaj, 16 vite sot, që të marrish drejtësi, që të marrish një vendim gjykate. S'ka dyshim. Prit, ku ka ndodhë në një vend botës që t'jenë 1200 dit ylli, nga dita që me të vendimi dhe ditën e zbardhjes. Po kjo është merë, kaq kisha...